Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm. Zgjohuni me ne. Data sot shënon 29 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vëmë ngjarjet më të rëndësishme të datës 29 mars dhe do të kthehemi në vitin 1461. Qyteti i Shkodrës pas një rrethimi të gjatë të lodhshëm u dorëzua përkohësisht para ushtrisë osmane, një moment që shënon një kthesë të rëndësishme në historinë shqiptare. Në vitin 1849, Mbretëria e Sardenjës dhe Perandëria Austriake i dhanë fund luftës së tyre me nënshkrimin e Traktatit të Paqes pas humbjes në betejën e Novarës. Shumë vite më vonë, në vitin 1974, ushtria britanike filloi tërheqjen nga baza e saj ushtarake në Maltë, duke përmbyllur plot 164 vite praninë në këtë ishull strategjik të Mesdheut. Në vitin 2004, NATO zgjeroi kufijtë e saj me anëtarësimin e 7 shteteve të reja nga Europa lindore: Bullgari, Estoni, Letoni, Lituani, Rumani, Slovaki dhe Slovenia u bën pjesë e NATO-s. Dhe në vitin 2017, mbretëresha Elizabete II njoftoi zyrtarisë së të lindje princit Charles drejtimin e shoqatës së Commonwealthit, pas dekadash në krye të saj. Ngjarje. 1981 Mbi 1000 atlet morën pjesë në vrapimin e parë maratonik në maratonën e Londrës. Por kjo datë ka sjellë gjithashtu në jetë dhe figura të rëndësishme për historinë. Në 29 mars të vitit 1790 lindi John Tyler, presidenti i 10 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1864 erdhi në jetë Cy Young, një prej legjendave më të mëdha të bejsbollit amerikan. Në vitin 1871 lindi politikani britanik Arthur Balfour, autori i deklaratës që mban emrin e tij. Në vitin 1939 u lind aktori dhe regjisori italian Terence Hill, i njohur për filmat western comedy. Ndërsa në vitin 1957 erdhi në jetë aktori francez Christopher Lambert, që shumë prej jush mund ta njihni nga filmi Highlander. Lindje. 1790 lindi John Tyler, kryetari i SBA-s. 1899 lindi Lavrenti Beria, aktivist sovjetik. 1939 lindi Terence Hill, aktor amerikan. 1943 lindi Vangelis, kompozitor grek. 1957 lindi Christopher Lambert, aktor amerikan. 1961 lindi Barbara Wassow, aktore austriake. Nga ana tjetër, kjo datë ka shënuar dhe ndarjen nga jeta të disa figurave të shuara. Në vitin 1792, mbreti Gustav III i Suedis u vrap pas një atentati. Në vitin 1982, muzika humbi kompozitorin gjerman Karl Orff, autori i veprës së famshme Carmina Burana. Në vitin 2003 u nda nga jeta mjeku italian Carlo Urbani, i cili identifikoi virusin SARS dhe humbi jetën duke luftuar kundër tij. Në vitin 2010 u shua kitaristi amerikan i jazzit Herb Ellis. Vdekje. 1792 vdiq Gustav III, mbreti suedis. 1916 vdiq Eugen McCarthy, politikan amerikan. 1925 vdiq Bajram Curi, heroi i popullit shqiptar. Tani u ftë të dish në rubrikën Ne dhe Shëndeti. Vanilja është erëza më e shtrenjtë në botë, e dyta pas shafranit, për shkak të vlerave shëndetësore të jashtëzakonshme që ka. Ajo rritet në Madagaskar, Indonezi, Meksik, Tahiti. Vlerat shëndetësore të ekstraktit të vaniljes. Ekstrakti i vaniljes përbëhet kryesisht nga sheqernat komplekse, vajra esencial, minerale dhe vitamina. Ai gjithashtu përmban antioksidant dhe acidin vanilik. Antioksidantët e mbrojnë organizmin nga radikalet e lira që dëmtojnë qelizat e shëndetshme. Këtë dëme mund të shkaktojnë sëmundje si kanceri dhe sëmundjet e zemrës.
Kokrat e vaniljes janë të pasura me vitaminë D, që ndihmojnë sistemin nervor dhe metabolizmin. Gjithashtu përmbajnë minerale si kalciumi, që bën mirë kockave, muskujve dhe sistemit nervor. Magnezi, i cili luan një rol të rëndësishëm në funksionimin e muskujve, nervave, zemrës dhe kockave. Gjithashtu përmbajnë kalium, hekur, zink, të cilat janë thelbësore për të gjithë mbarvajtjen e organizmit. Duke qenë se vanilja është një burim i pasur antioksidantësh, ajo rekomandohet për një sër funksionesh që nga shërimi i plagëve, lufta kundër kancerit dhe riparimi i lëkurës. Studimet kanë treguar që ekstrakti i vaniljes luan një rol pozitiv tek njerëzit që janë të stresuar dhe në ankth, ndihmon në frenimin e marrjes së sheqerit. Për shkak se vanilja ka më pak kalori dhe karbohidrate se sheqeri, mund të përdoret për të reduktuar marrjen e tij. Përdorimi i vaniljes si zëvendësues i sheqerit gjithashtu mund të zvogëlojë nivelet e larta të glukozës në gjak dhe do t'ju ndihmojë të udhëhiqni në mënyrë jetese më të shëndetshme për zemrën. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të abiu fruit. Abiu është një frut tropikal me origjinë nga Amerika e Jugut dhe gjendet në Peru, Kolumbi, Venezuelë dhe Brazil. Fruti përket familjes Sapotecae. Fruti abiu quhet me emra të ndryshëm në vende të ndryshme. Quhet si temare në Venezuelë, caimito në Kolumbi, luma ose kuaje në Ekuador, abiro ose caimito në Brazil. Kur fruti piqet, merr ngjyrë të verdhë të ndesur. Fruti abiu ofron disa përfitime shëndetësore për shkak të përmbajtjes së tij të pasur me vitamina dhe minerale. Ky frut është një burim i mirë i vitaminës C, vitaminës A, vitaminës B3 ose niacinës, mineraleve si kalcium, fosfori, gjithashtu përmban dhe fibra dietike. Përmirëson shikimin. Fruti abiu është i dobishëm për të përmirësuar shikimin për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës A. Gjithashtu ndihmon në parandalimin e disa çrregullimeve të syrit. Rrit sistemin imunitar. Fruti abiu përmban sasi të larta të vitaminës C, e cila ndihmon në rritjen e imunitetit dhe përmirëson mekanizmin mbrojtës kundër infeksioneve dhe sëmundjeve. Fruti abiu është një burim i mirë i vitaminës B3 ose niacinës, e cila mbështet shëndetin e lëkurës, sistemin nervor qendror dhe sistemin tretës. Vitamina B3 ka 2 koenzima të cilat nevojiten për metabolizmin e glukozës dhe yndyrës. Trajton çrregullimet e frymarrjes. Brazilianët përdorin fruta abiu si një ilaç shtëpiak për sëmundjet e frymarrjes, pasi ndihmojnë në lehtësimin e kollës, të ftohtit, bronkitit dhe çrregullimeve të tjera pulmonare. Fruti abiu përdoret për të ofruar lehtësim nga ethet dhe diarea. Gjithashtu, ky frut ka dhe disa përdorime të tjera në mjekësinë popullore. Ai është antiinflamator dhe antianemik. Shëndeti i tretjes. Fruti abiu përbëhet nga një përmbajtje e lartë e fibrave dietike. Fibrat i ndihmojnë njerëzit që të humbasin peshë dhe përmirësojnë lehtësisht sistemin e tretjes. Eliminojnë problemet e zorëve, si dhe problemet e tretjes. Në gjak dhe do t'ju ndihmojë të udhëhiqni në mënyrë jetese më të shëndetshme për zemrën. Sot do të rrëfejmë jetën e një presidenti amerikan që shpesh mbetet në hije, por që la një gjumë të veçantë në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bëhet fjalë për John Tyler, presidenti i 10 i Shteteve të Bashkuara. John lindi më 29 mars të vitit 1790 në shtetin e Virginias, një familje të pasur plantatorësh. Ai u rrit mes vlerave të rrepta të jugut dhe që në moshë të re u dallua për zgjuarsinë dhe aftësinë e tij në ligj e politik. Karriera e tij politike nisi herët, fillimisht si ligjvënës në shtetin e tij, më pas si guvernator i Virginias, senator dhe nën president i Shteteve të Bashkuara. Por jeta i rezervoi një të papritur që do ta fuste në histori. Në vitin 1841, presidenti William Henry Harrison ndorroi jetë vetëm një muaj pasi kishte marrë detyrën dhe John Tyler, nën presidenti i tij, u bë president i parë në historinë amerikane që mori këtë postë për shkak të vdekjes së paraardhësit.
Pikërisht për këtë arsye, Tyler u quajtur shpesh presidenti i rastësishëm, megjithatë ai refuzoi ta shihte veten si zëvendësues. Ai mori kontroll të plotë të presidencës dhe nuk pranoi të konsiderohej vetëm një mbajtës i përkohshëm i vendit. Gjatë mandatit të tij, Tyler përballoi kriza të shumta, shpesh në përplasje me Kongresin, madje pjesa më e madhe e partisë së tij, Whig, e praktisi. Ai kishte qenë presidenti i parë që përdori voton në mënyrë të përsëritur kundër ligjeve të Kongresit, shkasoi tensione politike dhe e bëri një figurë të diskutueshme. Por kontributi i tij më i madh mbetet zgjerimi i territorit amerikan. Ishte gjatë presidencës së tij që u bë aneksimi i Teksasit në vitin 1845, një hap vendimtar për forcimin e asaj që sot njihet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pasi la detyrën, ai u largua nga skena politike federale, por nuk hoqi dorë nga angazhimi publik. Gjatë luftës civile për habinë e shumë kujt, ai mbështeti Konfederatën dhe zgjodhi të ishte pjesë e qeverisë së Jugut. John Tyler u nda nga jeta më 18 janar të vitit 1862 në moshën 71 vjeçare. Për ironi të fatit, ai mbetet presidenti i vetëm në historinë e SBA-s që vdisi një qytetar e një shteti tjetër, Konfederatës së Jugut, dhe nuk u nderuar zyrtarisht nga qeveria amerikane në kohën e vdekjes së tij. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Manjola Albanit, e cila është një këngëtare e njohur shqiptare. Zhanri që ajo këndon është i ndryshëm, pasi ajo këndon këngë popullore, folklorike, muzikë të lehtë e të tjerë. Përveç muzikës, ajo merret dhe me profesorin e saj shumë të dashur, siç është mësimdhënia në Akademinë e Arteve në Tiranë. Ajo ka 2 vajza, këngët. Në vitin 1989, Manjola Albani merr pjesë në Kur vjen pranvera me këngën Me ty enver i shtrenjti, komandant. Gjithashtu merr pjesë në festivalin e 28 në RTS me këngën Udhtoje me nduar. Në vitin 1992, ajo merr pjesë në Këngët e Stinës me këngën Dashuri e pashprehur. Gjithashtu merr pjesë në festivalin e 31 në RTS me këngën Ike me dallëndyshet në bashkëpunim me Erik Lloshin. Në dhjetor të vitit 1993, Manjola Albani merr pjesë në festivalin e 32 në RTS me këngën Kur humba një dashuri. Në vitin 1994, ajo merr pjesë në Këngët e Stinës me këngën Falm dashuri. Gjithashtu merr pjesë në festivalin e 33 në RTS me këngën Një tren drejt lindjes. Në dhjetor të vitit 1995, ajo merr pjesë në festivalin e 34 në RTS me këngën Përse të dua. Në vitin 1997, Manjola Albani merr pjesë në Këngët e Stinës me këngën Po përse. Në nëntor të vitit 1999, ajo merr pjesë në Këngë magjike me këngën Sa çudi. Gjithashtu, po në dhjetor të vitit 1999, Manjola Albani së bashku me Dreams marrin pjesë në festivalin e 38 në RTS me këngën O bukuri, pushtoje botën. Në nëntor të vitit 2000, ajo merr pjesë në Këngën magjike me këngën Më beso, të dua. Në vitin 2001, ajo merr pjesë në festivalin e 40 në RTS me këngën Sa larg. Në vitin 2004, Manjola Albani publikon albumin Art. Në dhjetor të 2005-s, ajo merr pjesë në festivalin e 44 në RTS me këngën S'mjafton një jetë. Në dhjetor të 2007-s, merr pjesë në festivalin e 46 të RTS me këngën Kjo botë merr frym nga dashuria. Më datë 13 nëntor të vitit 2012, Manjola Albani publikon videoklipin Zemër Tirane. Në nëntor të 2013-s, ajo merr pjesë në Këngën magjike me këngën Vetëm unë. Më datë 19 nëntor të 2015-s, publikon videoklipin Ti, linde për mua. Në vitin 2015, ajo publikon albumin Tingujt e shpirtit tim. Më datë 1 qershor të 2016-s, Kastrio Tusha dhe Manjola Albani publikojnë videoklipin Balli o Xhakut. Në dhjetor të 2017-s, ajo merr pjesë në festivalin e 56 në RTS me këngën I njëjti qiell. Më datë 27 maj të 2018-s, ajo publikon videoklipin Je fati im. Më datë 23 nëntor të 2019-s, ajo publikon videoklipin Sa sytë e mi. Më datë 3 nëntor të 2020-s, Manjola Albani publikon videoklipin Gjuha e shpirtit në bashkëpunim me Fortana Pakolin.
Në dhjetor të 2020-s, Manjolan Albani merr pjesë në festivalin e 59 në RTS me këngën Ora e jetës. Më datë 22 prill të 2021-shit, ajo publikon videoklipin Triumf. Ndërkohë, me datë 21 tetor të 2021-shit, publikon videoklipin Vuj moj zemër. Më datë 4 dhjetor të 2021-shit, Manjolan Albani publikon videoklipin Këngë popullore dhe Vallja e Peqinet. Në dhjetor të 2022-shit, merr pjesë në festivalin e 61 në RTS me këngën Dua. Do të vijmë me rubrikën Kuriozitete dhe sot do të flasim për një nga kafshët më inteligjente të detit, oktapodi, i cili ka 3 zemra dhe gjaku i tij është ngjyrë blu. 2 nga këto zemra punojnë vetëm për të dërguar gjakun drejt mushkujve të jashtme të oktapodit për të pasuruar atë me oksigjen, ndërsa zemra e tretë ka një detyrë më të madhe, ajo pompon gjakun në të gjithë trupin e tij. Por surprizat nuk mbarojnë këtu. Natyra i ka pajisur oktapodët me një sistem qarkullimi gjaku krejt ndryshe nga ai i njerëzve. Në vend të hekurit që jep gjakut ton ngjyrën e kuqe, oktapodët kanë bakër në proteinë tyre që transporton oksigjen, të quajtur hemocianin. Kjo është arsyeja pse gjaku i tyre është me ngjyrë blu. Dhe më interesante është fakti që kur oktapodi noton, zemra që pompon gjakun në trup ndalon së rrahuri për të kursyer energji, prandaj e preferon të zvarritet më shumë se sa të notojë gjatë. Një krijesë e vogël, por me një sistem kaq të sofistikuar që na tregon sa misterioze dhe jashtëzakonshme është natyra. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën Territori shqiptar për datën 29 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me intervale dielli në shumë zona, ndërsa në disa zona do të ketë vranësira të pjesshme. Pasditja vijon me mot të qetë dhe kthjellime të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 6 deri në 8 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:22 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 7 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 3 deri në 11 gradë Celsius, Peshkopi 1 deri në 10 gradë Celsius, Tiranë 7 deri në 14 gradë Celsius, Durrës 7 deri në 15 gradë Celsius, Kavaj 5 deri në 14 gradë Celsius, Elbasan 6 deri në 14 gradë Celsius, Berat 6 deri në 14 gradë Celsius, Korç -1 deri në 8 gradë Celsius, Vlorë 9 deri në 14 gradë Celsius, Gjirokastër 4 deri në 13 gradë Celsius, Sarand 6 deri në 15 gradë Celsius. Për datën 29 mars 2000 Territori i Kosovës për datën 29 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjesshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 12 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:16 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:04 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica 4 deri në 9 gradë Celsius, Podujev 3 deri në 8 gradë Celsius, Skënderaj 4 deri në 10 gradë Celsius, Pej 4 deri në 9 gradë Celsius,
Prishtinë, 3 deri në 9 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 12 gradë Celsius. Malishev, 3 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan, 3 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj, 4 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 9 gradë Celsius. Suharek, 5 deri në 12 gradë Celsius. Prizren, 3 deri në 10 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë të rishemi sërish nesër. Deri atëherë, mirupafshim.